Atëre, këtu jemi në Planet Fitness dhe do shpjegojmë si në kanalin e Planet Fitness dhe do shpjegojmë një, një faktor shumë të rëndësishëm për të pasur rezultat në palestër. Si fillim duhet të kesh parasysh si funksionon stërvitja. Kur ti bën stërvitje, vjen ditën e parë në palestër, prezantohesh me trajnerin dhe trajneri të udhëzon për ushtrimet që duhet të bësh në stërvitje. Bën ushtrimin e parë. Ushtrimin e parë që mund të jetë shpinë. Bën ushtrimin e dytë që mund të jetë për këmbët. Edhe ushtrimin e tretë që mund të jetë për gjoksin. Dhe deri këtu jemi shkëlqyer. Trajneri do të thotë që shpinën do ta bësh me 20 kg e do ta përsëritësh 10 herë. Të njëjtën gjë do të thotë edhe për këmbët. Po marrim një shembull, 10 herë, edhe për gjoksin. 20 kg 10 herë. Më pas mund të bëjmë disa gjëra të tjera, por thjesht për atër të shembullit, për ta mbajtur shembullin të thjeshtë, ti kreve këto 3 ushtrime bazë në stërvitje ditën e parë të palestrës tënde. Trajneri ti mësoi teknikat të gjitha të ndoqin gjatë gjithë stërvitjes dhe more udhëzimet e duhura. Pas 1 ose 2 ditësh, ti bën ditën e dytë të stërvitjes. Themi 1 ose 2 ditë, pasi trupi ka nevojë që të çlodhet, pothuajse është gabim që të bësh 2 ose 3 ditë rresht stërvitje kur je fillestar. Kjo është dita 2 e stërvitjes, pasi kanë kaluar 1 ose 2 ditë pushimi. Pra, realisht i bie dita e 4 që ti ke nisur palestrën. Në ditën e dytë, ti tani je më i fortë ose më e fortë, edhe trajneri të kryen të përsëritë të njëjtat ushtrime që kemi këtu, shpinë, këmbë, gjoks. Por logjikisht në ditën e dytë, pasi ti je rikuperuar, sepse çfarë ndodh? Kur ti vjen stërvitesh, nuk forsohesh gjatë kohës që bën stërvitje. Ti forsohesh gjatë kohës që bën pushim. Kur trupi ngre pesha, kur trupi stërvitet, në nivel qelizor, ai lodhet, muskujt qahen dhe ti aktualisht bëhesh më i dobët pasi mbaron stërvitjen. Gjatë pushimit, këto qarje, këto lodhje janë të gjitha në rikuperim. Dhe atje ku muskuli është lodhur dhe është qarë, gjatë pushimit rikuperohet, forcohet dhe bëhet më i fortë. Pra, të nesërmen ose kur të vish radhës tjetër, ti je njeri me një gjendje të re fizike më të mirë se herën e fundit. Dhe logjikisht, në qoftë se ti ke një gjendje të re fizike, nga hera e fundit që i ke bërë këto ushtrimet shpinë, këmbë, gjoks me 20 kg, nuk mund t'i bësh përsëri, pasi ti tani nuk ngopesh në thonjë za me këtë ngarkesë. Trupi jot e ka kaluar, trupi jot është përmirësuar dhe është gati të marrë një sfidë të re. Edhe kështu, ti nga 20 kg, shpinën e bën me 22, këmbët i bën me 22, gjoksin e bën me 25, për të ndryshuar pak shembull. Edhe kështu përsëritet cikli, dita 3, dita 4, dita 5, ti rrit vazhdimisht vështirësinë. Nuk është për të ngatruar, se sa herë që ti të vesh të shtosh nga 2 kg si që është një shembull, ky është thjesht një shembull për të treguar që
Çdo ditë që ti kthehesh në palestër, ti kthehesh njeri me një gjendje fizike më të lartë dhe ke nevojë për një ngarkesë fizike më të lartë për të vazhduar rezultatin tënd. Dhe kur ne rrisim ngarkesën stërvitore ose kur ne vështirësojmë stërvitjen nga pak çdo ditë, kjo quhet rritje progresive. Pasi ngarkesa është rritur progresivisht. Këtu hyn dhe pika më e rëndësishme që ti mund të kesh ndonjëherë gjatë stërvitjes. Kur ti vjen në palestër, kriter kryesor ke konsistencën. Pra, e para është që ti duhet të vish vazhdimisht në palestër. Dhe e dyta është rritja progresive, kjo që folëm pak më lartë. Në qoftë se ti vjen vazhdimisht në palestër për 6 muaj rresht dhe që ditën e parë që ke erdhur, ke mbajtur peshat 20 kg, ti do kesh harxuar kohën dhe lekët në stërvitje dhe nuk do kesh marrë asnjë rezultat. Por është pothuajse e paimagjinueshme që dikush të jetë aq i disiplinuar, sidomos kur është fillestar, që të vazhdoj palestrën për 6 muaj dhe mos ketë rezultat. Pothuajse 60% e njerëzve, edhe mund të jetë akoma më shumë, që nisin palestër, e lënë palestrën që muajin e parë. Kjo për arsye të ndryshme, por një nga arsyet që lihet palestra është që s'ka rezultat. Ka mungesë rezultati. Kështu që në qoftë se ti do mos heqësh dorë nga palestra, e para është duhet të jesh konsistent, e dyta është duhet të kesh rritje progresive në mënyrë që të kesh rezultat. Pra sa që të vish të rritësh peshat ngadalë. Këtu lind dhe gjithë arsyeja pse ne këmbgulim që ti të mbash shënim peshat. Edhe arsyeja është që ti të mbash shënim peshat në mënyrë që mos heqësh dorën nga palestra. Si mbahen shënim peshat? Ke dy mënyra. Mënyra e parë është që të hapësh telefonin në Nocat, është një program që e ka për çdo telefon, dhe aty të mbash shënim peshat. Sepse edhe njëherë, po mos i mbajtësh shënim peshat, nuk do kesh rezultat, nuk do dish çfarë ke bërë dhe nuk do t'i rritësh në mënyrë progresive peshat. Edhe rezultati do mungoj. Pra, si mbahen shënim peshat? Në qoftë se ditën e parë ti bëre 20 kg 10 herë në ushtrimin e shpinës, radhës tjetër kur të vish në stërvitje, çdo ushtrim të cilin e ke bërë 10 herë me teknikë të mirë, do ta shtosh në kilogram. Dhe të këtë gjë do ta mbash shënim. Për shembull, ditën e parë shtove bëre shpinë cam jokes 20 kg 10 herë, 20 kg 10 herë, edhe mbajsh të shënim. Tani ditën e dytë do vesh përsëri e ke programin, do shohësh si e ke bërë shpinën, edhe ta shohësh që ke bërë 20 kg 10 herë. Edhe thua, ok, unë tani e kam bërë 10 herë këtë ushtrim, duhet ta vështirësoj, edhe e vështirësoj me 5 kg, edhe e shikoj sa herë bëj. Edhe normalisht kur rritet pesha,
ulet përsëritja, sepse nuk ke më forcë ta bësh dieterën, se pesha është më e rëndë. Edhe do dalë zem, ushtrimi do dalë shpinë me 5 përsëritje. Të njëjtën të gjë do bësh edhe për ushtrimet e tjera. Do të arritë shpeshëm dhe do shohësh sa përsëritje do bësh. Dhe këto janë shënimet e tua të reja. Këto shënime ty do të duen për ditën e ardhshme në stërvitje. Dhe ditën e ardhshme, ditën e 4 të 5, pasi ti ke bërë 1 ose 2 ditë pushim, do mundohesh që shpinën që ke bërë 25 kg, të arrish ta bësh një të paktën plus një më shumë. 6, 7, 8, sa të mundesh përsëritje. Dhe në momentin kur në 25 kg ti e kryen 10 herë, atëhere ti je gati që ta shtosh përsëri peshën. Ta shpjesh sa e shikon të arsyesh me rritjen tënde. Në qoftë se ti e bën vazhdimisht këtë, për 3 muaj do shohësh rezultat të theksuar. Pasi çdo ditë ti nuk e ke lënë trupin që të bëjë të njëjtën stërvitje. Çdo ditë ti i ke dhënë trupit arsye pse duhet të rritet, sepse çdo ditë ti ke marrë ngarkesë më të madhe dhe i ke dhënë gjithashtu trupit pushim. Kështu që mbajtja shënime peshave të ndihmon që të kesh rezultat. Dhe në momentin që ti ke rezultat, ti je i motivuar dhe gjithashtu bëhesh më konsistent. Shpresoj që të ketë qenë e qartë për çdo gjë tjetër, nëse ka probleme ose pyetje, ne mund të bëjmë një video akoma më të gjerë, ose ta përsërisim videon për tu kuptuar ose për ta shpjeguar më mirë.